Një trener edhe 3 loj rresh fiton, me siguri që është i trener i suksesshëm deri tani, por oscilimet edhe dobësit për momentin e dritës e Prishtinës, Ballkani e shfrytëzoi rastin. Drita e ka ekipën e mirë sene, por a është puna që janë në 2 fronta në Evropë, që është të marrë pjesë, lujtën me Azalkmarin, para deshte ajo është lodhje, nuk është individi i lodhën, nuk është Jusufi Shpetimi i lodhën, skuadra është e lodhën, skuadra bjen, po duhet me këqyrë sa ma shpejt me dalë pe i krizës, se nuk është letë me lujtë në 2 fronte, pa marrë parasysh atë fondin edhe lojtarëve që e kanë startus apo në bank, po menoj që Drita nuk dërzohet letë, e kanë për mu, e kanë një ekip. Ballkani është në do oscilime, po me këtë trener, 3 fitore, kur të bën 9 pika, ai vetë besimi kthehet. E shfrytëzoi krizën e Prishtinës e Dritët Ballkani edhe për momentin është vend parë, kampion zveztor, po lexoj edhe po thojnë, ajo nuk shkruhet, kampion zveztor nuk ekziston. Nuk ekziston ajo. I përkashëm. Por çfarë sa po i them? 70% ekipet këtu, jashtë, që janë kampion zveztor, si janë bo kampion. Si janë bo? Jo. Ekzistoni statistike, heni ka preparu teknika,